Përshëndetje të nderuar miq, kudo që jeni, paqja dhe bekimi i Zotit qoftë mbi ju. Unë kam dëshirë të bëj video në natyrë, për jashtë, ku ambienti është i pastër. Sot ka pak zhurmë këtu afër, zviceranët punojnë pa janë ndalë, nuk ndalen duke punuar. Uroj që të ndëgjohemi mirë, përkundrazi do të mundohem të jem sa më i shkurtë dhe të kaloj tek tema. Lutemi dhe kur lutemi, si duhet të lutemi? Të lutemi që të ekspozohemi, që të na shikojnë të tjerët, apo të lutemi të tërhequr, të vetmuar, apo fshehurazi? Cila është më e mira dhe cilën kategori nga mënyra e lutjes më së tepërmi e pëlqen dhe e pranon Allahu i lartësuar? Lutu, por mos u lut që të shihesh, mos u lut që të ekspozohesh dhe mos u lut që tjerët të pëlqejnë. Mos e kërko këtë, sepse lutja që ne ja drejtojmë Allahut, lutja që ne ja drejtojmë Zotit, është diçka e jashtëzakonshme për ne. Është diçka tejet private, është diçka tejet intime dhe në fund të fundit lutja është diçka shumë personale. Prandaj ne duhet të kemi kujdes që lutjet tona të mos i ekspozojmë, të mos i paraqesim, manifestojmë nëpër rrjete sociale, gjithandej dhe të kërkojmë që të pëlqehemi, sepse argumenti për këtë qëndron në thënjet kuranore, në ajetet e Kuranit, ku Allahu i lartësuar na tërhek vërejqen duke na thënë: dhe thirreni Zotin tuaj të nënshtruar në lutje, me përullësi dhe në fshehtësi apo fshehurazi, larg nga sytë e botës. El Araf, vargu 55. Dhe ata luteshin me përullje. El Enbiya, vargu 90. Dhe ata luteshin me përullje, këtu në këtë ajet të Kuranit, në suren, në kaptinën El Enbiya, vargu 90. Allahu na e paraqet situatën e Zekerijas, të zgjedhurit të Allahut, të profetit të tij, paqja dhe bekimi i Zotit qoftë mbi te, i cili me gruan e tij u tërhoq nga publiku, u mbyll në faltoren e tij, në shtëpinë e tij dhe ju lut Zotit që atij që fal një trashëgimtar. Dhe Zoti ia pranoi lutjen Zekerias, prandaj edhe e lavdëroi edhe në ajetin tjetër të surës Merjem, ku Allahu i lartësuar thot se robi im Zekeria u lut fshehurazi. Ai për disa ditë nuk doli në publik, nuk doli para opinionit, dhe në fshehtësi, i tërhequr, i vetmuar, ju lut Zotit të tij. Edhe pse Zekeria ishte në moshë mjaft të madhe, ishte shumë i moshuar. Të tjetrën ju mund të lexoni edhe vetë në surën Merjem. Ne për këtë që themi se duhet të kemi kujdes që të mos ekspozohemi, që të mos publikohemi, është edhe thënia e profetit Muhammed, e të dërguarit të Allahut, paqja, bekimi dhe mëshira e Zotit qoftë mbi te dhe mbi familjen e tij, i cili na ka porositur dhe thënë: lutjeni
lutjuni Allahut me sinqeritet në besim. Dijeni se Allahu nuk i përgjigjet lutjes e cila vjen nga një zemër që është e shprazët, që është plot me lakmi dhe që është hipokrite. Wow, një perl e veçantë. Ky hadith i të dërguarit të Allahut. Pra në thot, lutjuni Allahut duke qenë të sinqert në besim. Wow, të sinqert në besim. Të sinqert me islamin tonë është kuptimi këtu. Të sinqert me ajetet e Kuranit, të cilat i lexojmë dhe duhet që edhe t'i pasojmë. Dhe na e bën me dije që zemrën duhet ta pastrojmë nga çdo e ligë. Dhe pra çka na thot? Se lutja duhet të burojë nga zemra e cila është e pastër dhe i nënshtrohet e i përullet vetëm krijuesit të tij. Andaj të nderuar, lutja duhet të jetë spontane. Lutja duhet të jetë vetëm për Zot. Lutja duhet të burojë nga zemra. Lutja duhet të bëhet me sinqeritet, pa zhurmë, pa saltanate, pa stoli, pa dekoracione, pa fjalë të mëdha, por të burojë nga zemra. Të nderuar, keni kujdes, se nuk keni nevojë që lutjet tuaja që ja bëni Zotit tuaj, ju ti ekspozoni në rrjete sociale. Nuk ka nevojë, hiqni dorë nga ekspozimi i lutjeve tuaja në Facebook, në WhatsApp e kompani. Mos e bëni këtë sepse Zoti kërkon. Unë i citova ajetet më lartë të Kuranit famëlar. Unë e citova edhe thënien e profetit, të dërguarit të Allahut, paqja dhe bekimi i Zotit qoftë mbi te. Prandaj, ke kujdes, i nderuar dhe nderuar, dhe mos shpejto, mos nxito ta presësh javën që të vi dita e enjte në mbrëmje dhe të fillosh të shkruash në WhatsApp xhuma të pranuar, xhuma të bekuar, xhuma të begat, namaz të pranuar, ku ta di çka. Për të gjitha këto, ti ke argumente në Kur'an dhe në traditën profetike, në shembullin e profetit të Zotit, të Muhammedit alayhi salatu wassalam, se si duhet të sillesh. Prandaj hiq dorë, largohu nga vesi, nga mënyra që të ekspozosh, që të vendosish në WhatsApp, në Facebook, me shpejtësi, me nxitim, duke kopjuar, duke përshkruar foto e ajete të ndryshme, fragmente të ndryshme me mbishkrimet Allah, Bismillah, Subhanallah. Bëni këto për vetvete. Nuk ka nevojë ti ekspozosh në internet. Nuk ka nevojë. Jo që s'ka nevojë, po është ndaluar. Ju më dëgjuat unë çka citova më lart. Prandaj nuk janë këta fjalë të mia dhe unë nuk dua të prezantohem këtu, se unë jam më i mençur, më i ditur, më i pagabim, më i perfekti, asesi. Në asnjë mënyrë unë tentoj që të përmirësoj vetveten, por që e kam një obligim nga Zoti i Madhërisht, i cili neve na urdhëron në Kuranin famëlar dhe na thot: urdhëroni për të mirë dhe ndaloni nga e keqja. Nuk ka nevojë të ekspozohemi ne, që dikujt t'i tregojmë se sa duam, çka jemi lutur, si duhet të lutemi dhe për çfarë jemi lutur. Kjo është personale, kjo është intime, kjo është private, total. Jashtëzakonisht private. Lutjen që unë ja bëj Zotit tim, duhet t'ja bëj në vetëmi. Duhet t'ja bëj tërhequr nga syri publik. Duhet t'ja bëj tërhequr
nga opinioni i cili më rrethon, e jo ta ekspozoj atë. Sepse Allahu i madhnushëm, neve në një kaptin tjetër kuranore, na thot, duke ne tërhekur vërejqen, duke na thonë, fëvejlu lil musallin, të mirë ata të cilët nuk kanë kujdes ndaj namazit të tyre, ndaj lutjeve të tyre, pra ndaj bën kujdes. Dhe largohu duke plasuar lutje, duke plasuar fragmente, duke plasuar fotokopime, gjuma të bekat, gjuma të pranuar, gjuma të bekuar. Për arsye se ditët janë të gjitha të Zotit. Ai i ka falë ditët dhe Zoti i ka falë muajt. Nuk ka bërë dallim Zoti tek ditët si bëjmë ne. Përndryshe nuk do i kishte falur të gjitha. Nuk do e kishe formuluar që java të i ketë 7 ditë, që moti të i ketë 12 muaj, që të ekzistojë dielli dhe hëna, të ekzistojë dita dhe nata. Dhe çka na thot Allahu në Kur'anin famlar? Allahu i latërsuar na thot, unë e mbështjell ditën me terë. Pra e fus ditën në natë dhe natën e fus në petkun e ditës. Në dritën, me dritën e ditës, unë e shpalosi errësirën. E bëj ndrimin e natës dhe të ditës. Pra, Allahu i madhnush i ka caktuar këto të gjitha që ne të marrim mësim. Dhe ne nuk duhet që një gjë ta dallojmë, një gjë ta ngritim dhe një gjë tjetër ta ulim apo ta demonizojmë. Sepse kjo nuk është nën kompetencën tonë. Ajo që lipet nga ne është për ulësi. Të kemi për ulësi, të ulim kokën, të mos bëjmë zhurmë. Zhurmë, kur them, të mos bëjmë zhurmë në përjetës sociale. Të shpejtojmë, të citojmë një dietar, një të dytë, një të tretë, një të pesë, një të 16. Por të tentojmë, të orvatemi, të përpiqemi që të mësojmë, të marrëm dituri dhe mësim nga ato urdhëra kuranore dhe profetike, të cilët nga ne kërkojnë devotshmëri, për ulësi dhe nënshtrim ndaj vullnetit të Zotit. Dhe për atë ne kemi me bollëk se ku duhet të orientohemi dhe të heqim dorë absolutisht nga ajo që e ekspozojmë vetëm për të na parë dikush. Sepse asgjë nuk do të na bëj dobi në qoftë se me mija dhe miliona na kanë shikuar, na kanë duar trokitur dhe na kanë bërë kështu. Kjo në ditën e gjykimit, në daljen para Allahut, nuk do të na jep kredibilitet, ka mundësi të jetë kundër nesh. Prandaj, hiq dorë, sa më parë, nga ekspozimi, nga thënjët që i përmenda, duke marrë, duke fotokopjuar, duke imituar, duke përshkruar fragmente, ajete, foto, duke vendosur, duke postuar në WhatsApp, në Facebook, me mbishkrimet të pranuar, të bekuar, të begat. Nuk e dim ne atë. Vetëm Zoti një që na ka krijuar, ai i ka parametrat me të cilët mat. Është kantari i Zotit, Terezia e Zotit, e cila do të na mat neve. Jo unë çka i them dikuj se e pëlqeva, se e bona qefin. Kjo jo si bën dobi dhe nuk më bën dobi. Dobi më bën të jem sa ma kokë ulur para Zotit. Sa ma i pa ekspozuar, sa ma i tërhekur, sa ma i urt, sa ma pa zhurmë, sa ma pa saltanat, pa stoli, pa dekor. Xhamia të bukura nuk do na çojnë në xhenet. Mermeri i xhamiave, druni i arës në për mihrabe, shadërvanat me kujt i çfarë luksi, lusteri me 150.000 euro, të piki me 25 cm i trash, nuk do na çojnë në xhenet o njerëz. Asnjëherë hiç. Në xhenet do na çojnë ore, veprat tona, punët tona, sjellja jonë,
A kemi jetuar si musliman? Nëse kemi jetuar si musliman, si besimtar, kemi qenë të drejtë, në shtëpi, në familje, në shoqëri, në punë, gjithandej. Kjo do të na shpërblej, kjo do të na shpëtoj, dhe në fund mëshira e Allahut do të na mbuloj. Por jo saltanati bre, jo mbi shkrimet. Ne mund ta mbushim shtëpinë me lloj-lloj leuhash. Ne mund ta mbushim shtëpinë me lloj-lloj vargjesh kuranore, dhe të hyjmë aty dhe të pijmë viski, të hyjmë aty dhe të çmendemi, duke shah, duke marrë në përgoj, duke shpif, duke tradhtu. Edhe xhamia është e tillë. Në xhami him dhe falemi kurse aty mlidhemi dhe e përgojojmë të gjithë njerëzimin. Shpifim, bëjmë plane si të vrasëm, si të tradhtojmë, si të plaçkitim, si dikuj që shkelim të vërtetën. Po kjo nuk na shpëton. Edhe me hi edhe mbrenda në kupollën e Qabes. Po ju e shifni, ne e shikojmë për ditë. A shkojnë njerëzit numre me miliona në haç për vit. Duart i çojnë dhe luten. Po pse nuk i pranon Zoti? Nuk i pranon Zoti lutjet që nuk vinë nga zemra. Sepse vija ajrore për të fluturuar për të shkuar në Palestinë, nga Arabia Saudite, nga Emiratet Arabe, nga Egjipti, nga gjithë shtetet përreth arabe, për të shkuar në Palestinë, nuk duhet të fluturojnë ata për mbi Rusi, për mbi Australi, për mbi Amerikë, direkt të kanë. Të shkojnë. Ndali pak, mendoj pak, o njerëz. Prandaj, të lutemi me thjeshtësi, të lutemi sikur të jemi fukarat më të mëdhej para Allahut, dhe ne jemi fukara para Zotit. Mos e harroni këtë. Mbani mend. Kush e di kush jemi ne këtu në tokë, kush e di sa fryhemi, para Allahut jemi fukara total. Mbanja këtë mend. Mbanja si porosi. Prandaj, ule kokër, mos bën zhurr, mos kopjo, mos bën fotografi në për Facebook dhe WhatsApp duke shkruar Allah, subhanallah, xhuma kështu, xhuma ashtu. Falu ti, lutu, bahu i drejt, i sinqert me Allahun dhe me të gjithë ata që të rrethojnë. Dhe do e shohësh, e mira do të vi. Po jo nga ajo se ti plazon atje lloj-lloj shkrimesh të bukura, me trëndafila, me lule, me pëllumb të bardhë, afër lumeve, afër liçene, në male të mira, si recitohet Kurani dhe i shihni ato videot me panorama të maleve në Zvicër, se unë i njoh ato. Po kjo kujt i bën dobi kjo? Ç'është kjo? Vetëm për të bërë lajka atje se duket bukur dhe hafizi i Kuranit, recitatori, reciton atje në prapaskenë. Dhe këtu ju e shikoni videon duke rrjedh lumej, ujvaret në për Zvicër. Matterhorn, Jungfrau, ku e di unë çka, St. Moritz. Në për Alpet e Zvicrës. Ne me fotografi nuk e mashtrojmë Zotin. Me stoli, me zbukurime që bëjmë. Gjithandej, përfshi edhe xhamiat edhe Qaben edhe krejt. Qabja e shndruar në Manhattan. Manhattanin e dini në New York. Manhattani, lagja e madhe e New York. Qabja i gjana zonë, vjen keq të them këtë. Qabja është bën si Manhattani, por me shije jo të mirë. Që s'ka kur një rregull. Ka mbet qabja që poshtë në gro. Rreth e përqarë, ka 150 metre nuk ke ku ta bësh tavafin poshtë. Njerëz, ju lutem. Rriqu, lutju Zotit vet. Lutju Zotit në vetmi dhe në heshtje. Në heshtje, me zemër të heshtur. Jo me zemër krenare. Pa çalom. Dhe atë që e thash, mbaje mend. Para Allah, wallahi, të gjithë jemi fukara. Ajo që do të na bëj pasani, atë ditë kur do të dalëm para madhërisë së Tij dhe do të gjikohemi, ose do të shpërblehemi për veprat tona. Atë ditë kur do japim llogari, atë ditë do e kemi vetëm atë, të cilën e kemi bërë në këtë botë, por që ka qenë në përputhshmëri me të gjitha urdhrat e Zotit, me të gjitha pa përjashtim. Nuk hyn në xhenet me masale, me pralla. Nuk hyn në xhenet me shkrime, me fotografi, me selfie, me qabe mbase, ku ta di çka. Me atë imam, me këtë hoxh, me atë dullam,
me këtë dullam, nuk hinë në xhenet me këtë. Edhe njëherë nuk hinë në xhenet me këtë. Le të vinë dikush le të më thotë se hinë në xhenet me këtë. Më qeli Kur'anin mo të më tregoje profetja na ka lënë neve kështu, i dërguari i Allahut kësi porosi. Të fotografohemi ne me njerëz eminent që kanë një ku e di unë çka. Të heqim dorë nga kjo, duke ardhur këndej për ta bërë video, më la përshtypje në pllakat, në të cilën shkruan ata të cilët e dëgjojnë fjalën e Zotit, besojnë në te dhe jetojnë sipas saj. Normalisht se ajo është e shkruar në gjermanisht dhe është e cituar vargu i Biblës. Unë uroj që ai që i ka shkruar të besojë në Zotin një, jo në Jezusin si Zot dhe biri i Zotit. Por kjo i përket atij që i ka shkruar. Por unë po e citoj atë përmbajtjen e citatit, e atij fragmentit. Dhe përmbajtja është total në rregull. Pra, shkru ata të cilët e dëgjojnë fjalën e Zotit, që besojnë në te dhe që jetojnë sipas saj. Ata janë të lumturit, kështu përfundon të citati. Prandaj, le të besojmë në fjalën e Zotit, kur e ndëgjojmë, le të punojmë sipas saj dhe le të jetojmë sipas saj. Dhe normalisht do të jemi të lumtur, edhe shpirtërisht, edhe fizikisht. Ju përshëndes.